9 vjeçar, çfarë do thotë? Janë emëruar në dhjetor të vitit 2019 dhe u përfundon në dhjetor të vitit 2028. Jemi në 2026, pra praktikisht është 2027 dhe 2028 dhe gjysma e vitit 2026. 2 vite e gjysmë, çfarë do thotë? Dhe në këto momente që flasim politika në sakt, kuvendi nuk ka pasur një mendim ligji apo të bëjë një ndryshim që mund t'ju japi prokurorëve të SPAK të drejtën për të rikandiduar për një mandat të dytë. Pritani, nuk duhet. A mundet, po të bëj një pyetje që ndoshta logjikës suaj vjen për shtat, por unë po e bëj për logjikë le të themi pak më të gjerë, kuptojmë pak më shumë. A mundet se duke po flisim për transparencën, po flisim për zyrtarët e Arubës, emrat nuk kanë dalë, apo mbahen sekretarët e ligjit, prit. Tani, a mos ndoshta SPAK mund të bëjmë ndonjë marrëveshje të heshtur të fshet për mos goditjen e figurave të ndryshme politike me qëllim që kuvendi të jetë më reflektues dhe të japi mundësinë e një mandati të dytë? Pyetja është pak e rëndë, e bukur si pyetje, por në rast se marrim si referencë kodin e procedurës penale dhe konvertojmë në kodin e procedurës politike, sigurisht që pse jo mos të bëhet një ndryshim i tillë. Pse i nderuar? Pse ti ke pa për herë të parë që këta kanë qenë gjithmonë në do thosha në mbështetje dhe në përkrahje dhe në aleancë me politikën shqiptare. Po këta pikrisht vinë nga politika shqiptare, nga vinë këta. Ju mendoni se vinë nga Amerika apo nga bota e huaj? Ligjet ndërtimet e strukturave pushteti legislativi bën, por kuvendi bën. Po ne flasim për pavarësi. Është ndryshim i emrit nga krimet e rënda SPAK. E para kjo. Të gjithë këta që ke sot në SPAK kanë ardhur nga plepat një pra nga korrupsioni i parë dhe i ke këtu të pastruar me thënjza, sepse nuk janë të pastruar. E treta, përsa i përket zgjatjes së mandateve, vetë mënyra se si nisi kjo reformë skandaloze, thot mandati tyre është 9 vjeçar dhe nuk mund të rinorvohet as për atë, as për kryetarin e SPAK-ut, për shkak se në një relacion thuhet qartazi që kjo gjë nuk mund të shërbehet për shkak se ai do ta bëjë aty parcelizim karrike. Më kupton? Pra duhet figura të reja të qarkullojnë nëpërmjet prokurorëve. Pra do jetë e pamundur kjo. Në rast se Shtetet e Bashkuara të Amerikës me filozofinë e tyre fillestare futën në lojën që kjo duhet të zgjasë mandatën e këtyre, unë mendoj se do t'i bëjnë nder Parti Socialiste dhe Edi Ramës, ashtu siç ja kanë bërë nderin Parti Socialiste dhe Edi Ramës. Dhe nga ana tjetër ju duhet kuptoni që Edi Rama nuk do një SPAK më të fuqizuar, sepse punën e kryu. Pse? Altin Dumani procedoi të gjithë të opozitës, Sali Berishën, Ilir Metën, Ilir Beqajin, këto si quhet ky tjetri Erion Veliaj. Kemi foto të krerët e SPAK regjia mbrapa. E ndihmoi Edi Ramën. Pra Edi Rama nuk ka më nevojë të fusi më të tjerë sepse s'ka këtë fusi nga opozita. Pra është shumë mirë Rama në këtë drejtim. Tani, në rast se Rama do të bëjë një përpjekje të thotë që shikoj ju ishit asat më të mëdhej, me një garanci që nga konflikti dhe përplasja midis 3 kryetarëve të SPAK-ut që kemi pasur, kush nga këta do të lejë shenjën më të mirë në aspektin e rëndësisë procedimit, mendoj se zoti Brau në mes të muajit, pra në mes të mandatit të jesh 3 vjeçar, pra duhet një vit e sa, brenda një vit e sa, mendoj se ai do t'japi shenja në rast se do të arrijë tek përplasja e fundit që përfshin dhe Edi Ramën. Duhet keni parasysh që kjo mënyrë se që SPAK-u fundit që përfshin Edi Ramën? Po, sepse këtu po përplasen pushtetet, e kam thënë do ta. Okej, që ekonomik, legjislativ, të gjithë këta po përplasen me njëri tjetri dhe tani këtu do përplasen edhe këta të 3 që janë po aty brenda, sepse këta të 3 aty brenda, zoti Dumani mund të bëhet antar gjykatës kushtetuese, mund të bëhet edhe deputeti i Partisë Socialiste. Mos harro këtë lajm. Unë po shnoj, po shumë bashkëpunime, s'di mos e di që bashkëpunime. Zoti Kraja mund të bëhet edhe presidenti i Partisë Socialiste, sepse me kaq shumë dashuri kanë ndihmuar zotin Ramën dhe Partinë Socialiste. Pra, këto figura të cilët kanë marrë një rol të rëndësishëm dhe janë fillimisht përqafuar nga socialistët dhe komunistët, pse? Sepse arritën diçka që komunistët urrejnë. Çfarë komunistët urrejnë? Sali Berishën, që thonë, pse Sali Berisha? Po këta arritën përmes procedimit, por këta nuk janë të pavarur aty brenda, janë pikrisht në varësi të manualit të asaj kohe, sepse kanë treguar në mënyrat e tyre
tyre se si procedojnë. Pra, e ndihmuan Ramën, e ndihmuan PS-n dhe këta të kërkosh arrestimin e Ballukut, është ndihmes për Ramën ta bëj pyetjen kështu. Po tani megjithëse Po seriozisht e kam pyetur. Ndihma që ka dhënë Altin Dumani Ramës për zhdukjen e Belinda Ballukut nga konta e tij, çfarë mendon ti më zotëri është? Mendon se Altin Dumani bëri diçka pa linjën e Edi Ramës? E pa mundur. Kërkesa për arrestimin e Ballukut i thoni është ndihmes për Ramën? Po, për Ramën është zotëri. Pse nuk e vaj kur ishte ndihmes për Ramën? Po pse më ti? Zotën kryeministri zotin Ahmetajn që direkt e mori autorizimin pa shkuar në kuvent? Lera Ahmeta se tjetër histori Ahmeta. Jo, a ka qenë të dy zotën kryeministër? Po. Rama kur mbaroi punë vlla, është puna e politike se jemi s'ken krimi. Puna është e Enverit, në gjë, them diçka. Puna e Enverit si ka qenë puna e Enverit, në gjë mua puna e Enverit. Ky është manuali. Ishte Beqir Balluku, shërbëtori i regjimit, më i miri, më i fortë kështu të kohën e regjimit, po. Ç'a bëri? E përdori, në fund fare ç'a tha? E tha tradhtarin e partisë, po. A e flaku, po. Kështu ndodhi edhe me Belindën. Pra prokuroria Dumani në ndihmë të Edi Ramës. Tjetër, një sekond. Kiço Ngjela, a ka qenë personi që ka qenë me regjimin? Po, ç'a bën regjimi? E mori, mbaroi punën, flaki dhe i njëjti ose në njëjta mënyrë linje vazhdon i nderuar. Ç'a do sjellin më shumë këta kur janë pjesë e sistemit dhe pjesë e partisë? Më thuaj, ç'a ndryshim do të bën ca kontradita gjatë emisionit i muaj që më kënaq sepse nisi do bën goditje nga shtatori deri në mars, pastaj dhe do ta shikoni sepse vetë do hajnë njëri tjetrin dhe shëndet kemi këtu t'i shikojmë. Kush janë këto persona se the vetë? Tani ta gjeni ju. Do jenë këto persona që theti apo janë të listës vjetër siç ndodhi atëherë që janë ato grupit puçist. Pra kush janë puçistët? Ka pra me grup puçist thua që goditën. Është janë puçist si mësueshëm. Të brendshëm janë, të brendshëm i kanë. Këtu tek kërkesat, domethënë tek kërkesa për arrestimin e Ballukut na rezulton që ka një farë mospërputhje, sepse ai ka kërkuar burg. Pra a kërkoi burg. Pse çdo zot parlament? Por ne me datën 16 nesër në gjykatë të lartë të shqyrtohet rasti i Ballukut për pezullimin. Po të doli ty ai vendimi ty nesër që del për Ballukut edhe për Edi Ramën, çfarë do bësh ti? Atëherë por do presim gjykatën, kush është gjyqtari që do ta gjykojë? Mendimi im, me emra tash se ndalun pa thënë emra. Ilir Panda, ish ministër i socialistëve. Tani më thuaj tani, më thuaj. Tani, unë po them, kjo ishte reforma të nderuar qytetar. Kjo ishte reforma e mashtrimit tuaj. Ta shikoni se si politika ka fut këmbët në këtë reformë mashtrimi që ju dilte një mashtruese ordinere, Juri Kim duke ju thënë mashtrime nga mjes deri në darkë. Politika s'ka fut këmbët, por ka fut në një gjë tjetër ndoshta. E di, edhe atë tjetër, po do shikojmë. Kemi një tjetër çështje të nderuar shikues ku dua të ndalemi që sigurisht na lidh me Spakun, por do na lidh edhe me gjykatën e posaçme. Dënimet të cilat u dhan për një nga fraksionet e dosjes Meta Kryemadhi. Siglet lutem. Prokuroria e posaçme Spak për këtë fraksion në pretencën përfundimtare, pra pretenca është momenti kur prokurorët duke bërë vlerësimin e provave, fakteve dhe rrethanat, mendojnë se sa vite burg apo se çfarë dënimi do t'i jepet një personi konkret i cili është në hetim. Dhe pretenca përfundimtare në procesin gjyqësor ndaj Fatime Kryemadhit, Piro Xhixhos dhe Ema Çokut. Për Piro Xhixhon Spak e ka akuzuar si fajtor për veprën e korrupsionit kryer në bashkëpunim dhe ka kërkuar dënimin me 4 vite dhe 6 muaj burg për shkak të gjykimit të shkurtuar. Dënimi reduktohet në 3 vite burg. Për shkak të moshës dhe rrethanave familjare, prokuroria ka kërkuar të konvertohet në 4 vite shërbim prove. Për Fatime Kryemadhit, e cila është mamaja e Monika Kryemadhit, prokuroria e posaçme ka kërkuar 7 vite dhe 6 muaj burg. Si rezultat i gjykimit të shkurtuar, dënimi ulet në 5 vite burg, ndërsa prokuroria vet ka kërkuar pezullimin e ekzekutimit të tij dhe konvertimin në 5 vite shërbim prove për shkak të moshës. Tani, si e lexon këtë Karanja? Jo, e kam do ta nis me Karanxhën zhllima, sepse më morët goxha minuta çfarë. Dhe prapë ju vjen radha për të kritikuar Spakun juve me këtë. Si e lexon? Duke qenë se e bujshme historia, ndërkohë që është kërkuar edhe kam përshtypjen dhe konfiskimi i një nga pasurive të zonjës Fatime Kryemadhi. Mendoj që masa e dënimit dhe
fajësia e kërkuar nga ana e SPAK-ut është, e vlerësoj që është aplikimi i nenit 59 kodit penal. Pra, personat mos shkojnë në burg, por të dënohen me kur shkojnë të shërbimi provës. Kështu duhet procedohet dhe në raste tjera. Jo vetëm, domethënë, burg.